Përshëndetje miq të shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për alergjit, një problematikë shëndetësore e cila me ardhin e pranverës, rastet dhe interesi shtohet. Për diskutuar për simptomat, trajtimin e tyre, ne do kemi sot të ftuar mjekën alergologe, doktoreshën Mira Xhixhan. Doktoresha, kënaqësi që ju kemi ftuar. Mirësi u gjeta dhe sukseset për emisionin. Faleminderit. Doktoresha, mund të na shpjegoni se çfarë janë alergjitë dhe cilat janë simptomat më të zakonshme që e specifikojnë këtë problematikë shëndetësore? Tani alergjitë janë reaksionet të cilët organizmi i transmeton, i jep, i shfaq, kur është në kontakt me një substancë të ambientit të jashtëm, të mjedisit të jashtëm. Pra janë mbi përgjigje të organizmit të sistemit ton imunitar ose të organizmit ton, ndaj kontaktit që në organizëm të substancave apo të elementeve në ambientin e jashtëm, që mund të jenë në ajër, mund të jenë në ushqime, apo mund të jenë në medikamente të ndryshme, apo mund të jenë element nga pickimet e insekteve të ndryshme, është një reakcion apo një përgjigje e egzageruar që bën sistemi jon imunitar ndaj këtyre lëndëve të cilat kontaktojnë me organizmin ton, qoftë në lëkurë apo në mukoza, siç janë mukoza aparatit respirator, apo e syve, apo e brenda në organizëm, apo edhe në gjak, apo e aparatit tretës. Është një reakcion i egzageruar, do ta themi, pasi shkaktari i cili shkakton alergjin, lënda që shkakton alergjin, nuk është agresor apo smundje shkaktues, siç janë bakteret, siç janë viruset, siç janë elemente të tjerë që na shkaktojnë problematika apo smundje të ndryshme si pasojë e agresivitetit të tyre. Pra është një substancë krejtësisht natyrale, sikurse ushqime të ndryshme që ne i kemi jetike dhe i përdorim për ditë. Pra është një reakcion i egzageruar i sistemit ton imunitar ndaj ambientit, ndaj natyrës, ndaj realitetit, i cili më pas kthehet në smundje. Pasi kjo luftë, pra ky sulm është i rrem dhe është një luftë komplet fallse e cila dëmton organizmin ton. Pra vetë organizmi ton bëhet shkaktar i këtyre problematikave dhe dëmton jetën tonë të përditshme, pasi ky shkaktar nuk mund të eliminohet, nuk mund të zhduket, është shkaktar natyral, siç është ajri, siç janë çdo gjë që ne bijem në kontakt me natyrën apo me gjithçka, që janë edhe jetike, janë dhe substanca apo elementi jetësor, jetik, të cilët na ndihmojnë për të zhvilluar një jetë normale, po jo për të na dëmtuar, jo për të na dobësuar. Si ta kuptojmë ne që po përjetojmë alergjia? Ka disa simptoma që shfaqen, kryesisht janë përgjithshme? Po. Varet në çfarë organika ka për në organizëm. Pra, alergjitë më të shpeshta që hasim ne më shumë, që njerëzit vuajnë, janë alergjitë nga rrugët e frymarrjes. Pra, duke filluar që nga hunda deri tek rrugët e frymarrjes brenda në mushkëri, tek bronket. Më pas vijnë alergjitë e lëkurës. Pra, dy organet kryesore të cilët ekspozohen me ambientin e jashtëm, më kryesoret, janë aparati i frymarrjes, që është me sipërfaqe më të madhe se sa lëkura, pastaj lëkura. Më pas aparati i tretës dhe më pas gjithë indet tona, që kanë mundësi të bien në kontakt, pastaj nëpërmjet qarkullimit të këtyre qoftë elementeve apo qoftë këtyre protagonistëve që zhvillojnë alergjinë, këtyre qelizave tona të sistemit imunitar që zhvillojnë alergjinë. Pra, alergjitë më të shpeshta janë rrugët e frymarrjes, aparati i lëkurës dhe aparati i tretës dhe pëvon të gjithë organizmi jon. Janë disa persona, jo të gjithë personat mund të bëjnë alergji. Pra janë personat të predispozuar për të shkaktuar alergji, jo të gjithë personat, jo gjithë njerëzit. Kush janë personat më të predispozuar për të zhvilluar alergji? Për të zhvilluar një alergji të saktuar, duhet ana gjenetike, pra predispozita familjare, dhe gjithë ne alergologët pyesim personi i cili ka shqetësim alergjike që keni pasur alergji në familje, prindit e tuaj kanë vuajtur nga alergjia, ose të afërmit të tjerë siç janë kushëritë e parë, vëllezërit, motrat, sigurisht breznia e parë, pastaj kushëritë apo njerëz edhe më të largët. Për të përcaktuar një predispozit familjare, pra është ana gjenetike. Pra ka një komponent gjenetik. Komponent gjenetik i cili mban, domethënë predispozitën, pra ka peshën jo kryesore, do të thosha, po gati gjysmën, 50%, e mban komponenti gjenetik. Nëse dy prindër janë alergjik, atëherë mbi 50% të rasteve, nëse dy prindit janë alergjik, njëri ka një alergji të saktuar, tjetri një tjetër, qoftë edhe një grade të lehtë, atëherë edhe fëmia mund të ketë
mbi 50% shanse për të dhënë një alergji të caktuar. Në qoftë se është një prind alergjik, kemi 25 deri në 30% shanse për të qenë edhe fëmia alergjik. Por në pjesën më të madhe në studimet që bëhen tani, ne shikojmë që alergjia shprehet apo shfaqet tek njerëzit të cilët nuk kanë predispozit familjare. Pra, tregon që faktorët e mjedisit janë ato që vendosin për sjelljen apo për problematikat alergjike që një njeri gjatë jetës mund të shfaqi. Pra, në gjithë rastet ne shikojmë faktorin gjenetik dhe faktorin ambiental, të cilët ndërthuren bashkë dhe bëhen të përshtatshëm për të na dhënë një smundje alergjike. Doktoresha, tani që po vjen edhe pranvera dhe cilësohet si një nga stinët që alergjit shfaqen më shumë, pse ndodh kjo? Sepse shkaktari i alergjisë në pranverë, i cili janë kryesisht polenet, po na ndikon sigurisht në klima, pra janë kushtet e përshtatshme klimaterike që bëjnë përshtatshëm lullëzimin, gjelbrimin, lullëzimin dhe daljen e polenit në hapësirë dhe në ajër, dhe kontaktin lehtësisht me rrugët e frymarrjes, pra me mukozat e hundëve dhe të aparatit të frymarrjes në radhë të parë. 80% të problematikave nga polenet do na shfaqet në aparatin respirator, më pas në aparatin në lëkurë dhe në aparatet tjera. Përqendrimi i lartë i poleneve në këtë sezonin e pranverës së hershme që fillon që në muajin shkurt ose që në fund të janarit, dhe shkon deri në mes të marsit apo në fund marsit, është pranvera e hershme, kemi një përqendrim të lartë të poleneve të një bimëve të caktuar, më kryesisht të pemëve, pra pemëve të larta, të drurve, dhe ky përqendrim bën të mundur shfaqjen e një alergjie tek personat që kanë qenë tashmë të alergjizuar apo të sensibilizuar, që kanë shfaqur shqetësime edhe disa vite më përpara, ose tek personat për herë të parë. Më pas vjen sezoni tjetër, është pranvera, pra sezoni i madh polenik që përfshin muajt fundi marsit, prilli, maj dhe qershori, dhe sigurisht kushtet klimaterike janë të përshtatshme për lullëzimin e bimëve apo për polenet që vijnë nga bimët e barishtore, barishtet që janë kryesisht familja e graminaceve, që janë me mijëra, mbi 10.000 lloje të ndryshme apo specie të ndryshme që përfshihen në këtë grup, dhe që është sezoni më i fortë, më i gjatë, më intensiv për sa i përket alergjive respiratore, dhe shkaku pra janë polenet të kësaj bime, që mund të janë kryesisht spontane, bimë të egra që mbin vetë, por edhe të kultivuara. Pra lëljumi që kultivohet dhe shumë brare të tjera të kësaj familje që mbin vetvetiu, që mbin kudo, edhe jo vetëm në fshat, po kudo në çdo vend. Ku nuk ka asfalt, ne kemi bar, dhe ai bar bëhet shkak për alergjinë e kësaj periudhe. Pranvera, sidomos muaj prill dhe maj është kulmi i sezonit, nëse do kemi rrezatim diellor dhe temperaturë mbi 20 gradë Celsius, sigurisht do kemi apo dhe erë të lehtë, do kemi një shpërndarje shumë të lehtë të këtyre poleneve në ajër apo qëndrimi pezull në ajër që bëhet shkak për alergjinë. Më pas vjen sezoni tjetër i verës, fundi verës dhe fillimi i veshtës, është sezoni i tretë apo sezoni i vonë polenik, ku kryesisht janë polenet që vijnë nga familjet botanike të shkurrave. Po ashtu ka dhe bimë, siç është parietaria, që mund të qëndrojë pothuajse gjatë gjithë muajve të vitit, vetëm me një ndërprerje të vogël në muajin dhjetor, janar, apo dhe shkurt, po nga fillimi i marsit apo gjysma e shkurtit deri në fund të nëntorit, kjo bimë lullëzon, është e gjelbërt, lullëzon dhe nxjerr polenin në hapësirë, i cili bëhet shkak për alergji dhe më shumë në krahasim me polenet e tjera. Ky polen jep azën bronkiale, duke pas ndryshime për sa i përket karakteristikave fiziko-kimike apo dimensioneve të vetë polenit, është i aftë që të kaloj barrierën e hundës dhe të kaloj direkt në mushkëri për të dhënë azën bronkiale. Është një nga polenet më të rëndësishme për sa i përket smundshmërisë që shkakton në aparatin e frymarrjes dhe për sa i përket dhe grup moshave të ndryshme që prek, por kryesisht pra është më shumë astma tek ky predominuese se sa rrufa për sa i përket, po ta krahasoj me polenet e muajit prill-maj, që janë polenet e bimëve barishtore. A ka ndonjë bimë ose pemë, lule që është më alergjike nga të gjitha, që njihet që... Po, pikërisht kjo ishte. Kjo ishte. Parietaria është një, ose Caraphylogeni në Shqip, është një bimë nga vetë emri quhet parietare, sepse ajo pëlqen relieve që janë si tip kodrash apo me mur guri të vjetra, ku i kullon, siç janë kalat,
apo muret e lashta, të vjetra, siç kemi ne në Kruj apo në Berat, apo në Gjirokastër, apo kudo në për këto kalat në rrethinat e Tiranës, por gjithsesi paritare ka kudo, edhe në qendër të Tiranës, dhe aty ku punoj unë, rreth e qark. Pra ajo i gjen mënyrën për të jetuar, mjafton që të ketë një vend që nuk është kullon, nuk është që qëndron ujë, pra nuk është ultësirë. Dhe kjo është poleni më rëndësishëm pasi dimensionet e tij lejojnë që të kapërcej barierën e hundës, pra hundën ne kemi si portier apo si roje për mushkrin, ajo na mbron shumë nga jo vetëm për polenet, pa për shumë, ndryshon shumë cilësinë e ajrit që futet brenda në mushkëri, por pikërisht ky polen e kapërcen këtë pasi ka dimensione shumë të vogla dhe futet drejt për drejt në mushkëri dhe jep azën bronkiale, ku më shumë janë fëmijët që preken nga kjo, edhe moshat e rritura, por gjithsesi sapo diagnostikohet nuk është shumë problematike kur mjeku alergolog e ka diagnostikuar. Po ky është poleni më rëndësishëm. Po ashtu edhe polenet e pranverës, pra ose sezoni i madh polenik që quhet prilli dhe maj dhe qershori, ka polene shumë të rëndësishme siç janë këto polenet e graminaceve që japin rruf në 80% rasteve, të shtima, bllokim hundësh, por japin dhe azën bronkiale. Pasi polenet janë të shumta në numër dhe në qytet, në zonat e qytetit, zonat urbane, këto polene pajisen si pasojë ndotjes, pajisen edhe me shumë cilësi agresive për të dhënë smundjen, për të dhënë alergjinë të shpejt në kohë apo të fortë, si për sa i përket klinikës apo shqetësimeve. Pra në zonat urbane bëhet më e rrezikshme. Po, ndonë se ne polenit i gjejmë më shumë në zonat ku nuk kemi pra zhvillim të industrisë, pra në zonat, po, në fshatra, në zonat malore, për polenet saktuara, në zona ku nuk ka ndotje urbane, pra nuk ka jetesë urbane, kemi polenet më shumë në numër, edhe përqendrim më të lartë, por alergjinë kemi më të pakët. Një nga arsyet është si pasojë ndotjes. Ndotja jo vetëm se shkatron sistemin ton të frymarrjes, pra qelizat e mukozale, të bronkeve, të aparatit respirator, i shkatron dhe i nxjerr jashtë funksionit, sidomos vetit e tyre protektive ndaj që ato kanë për qëllim për të na mbrojtur ndaj këtyre ndotësve, ndaj këtyre dëmtuesve, por bëhen edhe si transportuesi poleneve. Poleni duke pasur një peshë vogël specifike është pikërisht këto ndotës të cilët e mbartin polenin dhe transportojnë drejt për drejt në mushkëri nëpërmjet ajrit, ose bëjnë të mundur që poleni të maskohet. Edhe pasojë kushteve klimaterike maskohet për një kohë të gjatë dhe pastaj shpërthen vrullshëm brenda nëpërmjet këtyre shpërthen dhe kontakton me qelizat e bronkeve apo të epitelit mukozave të aparatit respirator dhe shfaq direkt azën bronkiale. Pra mund të shfaqë drejt për drejt azën bronkiale ose në mënyrë indirekte. Po, në mënyrë jo direkte. Doktor Eshan, shpesh e ngatrojnë virozën me alergjinë, sidomos në këtë stinën e pranverës. Si mund të dallojmë që nuk është virozë, por është alergji? Është shumë e dallueshme dhe tani që kaluam edhe po kalojmë shumë smundje virale dhe tani jemi bërë më të informuar, më të ndiheshëm ndaj problemeve të viruseve respiratore, të frymarrjes qoftë rrugë të sipërme apo rrugëve të poshtme, pasi kaluam Covidin, kalojmë gripra të ndryshme, ne duhet jemi të gjithë që dallojmë se këto janë të ndryshme, pavarësisht se kanë shenja të njëjta, por kanë shumë shenja të tjera të cilat nuk i ka alergjia. Pra nëse kemi virozë, ne do kemi këputje të theksuar, do kemi mungesë oreksi, do kemi mungesë energjie, do kemi dhimbje të grykës, do kemi dhimbje të kokës, do kemi dhimbje të kyçeve. Të gjitha këto janë shenja të një viroze që na ka kapur komplet organizmin, në mënyrë sistemike. Kurse alergjia nuk i ka këto që ka vetëm disa simptoma. Alergjia ka të shtituara të cilat janë karakteristike, janë në grupe 5-6 me një herë, ka kullim të ujshëm të hundëve me një herë, ose bllokim të hundëve, lotim apo skuqje të syve, mund të ketë dhe koll të thatë. Si fillim mund të ketë dhe marrje fryme ose pengesë në gryk, vështirësi në frymarrje. Kurse smundjet virale nuk i kanë këto. Pra kanë bllokim të hundëve, si fillimisht apo hund të thata, më pas kemi shkarkesa, sekrecione qoftë të ujshme apo të trasha, dhe kemi dhimbje koke, kemi dhimbje gryke, të cilat alergjia nuk i ka. Pra nuk duhet edhe të themi që unë këto shenja i kam nga viroza dhe një virozë nuk zgjat më shumë se 2 javë ose 10 ditë maksimumi,
ose 5 ditë, sidomos virozat tek njerëzit aktiv apo tek njerëzit që janë me imunitet fort, kurse një alergji do na zgjasi më shumë se 2 javë. Pra është edhe kozgjatja. Po, është edhe kozgjatja, po dhe shenjat janë komplet të dallueshme. Alergjia sigurisht që është e bezdishme, por nuk është në këtë grad, nuk kap me njëherë sistemin të gjithë organizmin siç kap një virozë të caktuar. Po simptomat e alergjisë dhe intolerancës ushqimore, ku ndryshojnë? Apo është tani flitet shumë për intolerancën ushqimore, ekzaminime, analiza, nuk janë pak e njëjta gjë. Alergjia tash është një reakcion që trupi, organizmi krijon ndaj një substance të caktuar dhe pastaj rezultati është të smuret vetë, kurse intoleranca është diçka që njeriu dhe mund të lindi me intolerancën, është kur ne nuk mundemi dot të tolerojmë një ushqim të caktuar, pasi në sistemin ton tretës mungon ajo enzime e cila do ta përdor të këtë ushqim për nevojat e brendshme të organizmit. Siç mund të kemi intolerancë nga qumshti, intolerancë nga laktoza, pra që është proteina e qumshtit e shumë gjëra të tjera. Pra toleranca ka shenjat e tjera, absolutisht nuk ka shenjat e alergjisë, është thjesht një mospranim i këtij ushqimi, është thjesht një diskomfort në aparatin tretës dhe nuk ka lidhje fare me simptomat e alergjisë dhe nuk duhet ngatrohemi dhe nuk duhet pse të kërkojmë analiza të detajuara për intolerancën ushqimore, nëse ne nuk kemi marrë një kontakt me mjekun alergolog për të parë që këto shqetësime janë alergjike dhe kërkojnë një analizë alergjie, apo duhet kërkuar diçka tjetër. Po tek foshnjat, si mund ta dallojmë që ka alergji? Sepse duke qenë se ata nuk komunikojnë dot? Po, sigurisht. Tek bebet foshnjat 0-1 vjeç, alergjitë që shfaqen më shumë janë alergjitë që i përkasin lëkurës, kryesisht rriebulla apo dermatiti atopik, që e quajmë ne. Pra rriebullën me rriebull pothuajse një pjesë e madhe e fëmijëve paraqesin në muajt e parë të jetës, brenda 3 muajve ose mbas 3 muajve ose mbas moshës 6 muajsh, ose edhe në moshën 1 vjeç, mund të zgjasi shumë pak në disa fëmijë, por mund të zgjasi më shumë të disa të tjerë, mund të jetë problematike të disa dhe mund mos jetë fare problematike në disa. Pra, kozgjatja e kësaj, intensiteti me cilin zhvillohet ky lloj çrregullimi, ne përcaktojmë që ky fëmijë është alergjik, do na japi shqetësim alergjie më vonë dhe sigurisht sjellja apo rekomandimet apo këshillat që jep një mjek alergolog ndaj këtij fëmije që ka paraqitur që në ditët e para apo që muajin e parë, që muajin e dytë shenjat e dermatitit atopik, janë ato të cilat do përcaktojnë të ardhmen e këtij fëmije se si ai do jetë në lidhje me problematikën e alergjisë. Pra së pari është kjo. Së dyti mund të jetë një alergji nga qumshti, qoftë edhe nga qumshti i gjirit apo qumshi nëse nuk e ushqen komplet fëmin me qumësht gjiri, por ushqimi është i përzier, pra atëherë kur ne kemi edhe qumësht gjiri, po edhe qumësht formule apo edhe qumësht lope, atëherë mund të kemi edhe probleme gastrointestinale të fëmijës, të cilat shikojnë apo mund na hedhin dyshime që mund të kemi një alergji nga qumshti. Mund të jetë alergjia pas mosës 6 vjeç, alergjia nga veza, për sa i përket ushqimeve. Edhe kjo është një alergji që haset shpesh dhe që në muajt e parë dhe më mbrapa, pas mosës 6 muajsh, ne kemi dhe alergjitë e frymarrjes. Pra, kolla, frymarrja fishkëllyse apo vështirësitë në frymarrje tregon që kemi një alergji, pra duhet ta përjashtojmë fëmijën nga një problem alergjik i rrugëve të frymarrjes në mënyrë që shëndeti i tij të ecë sa më i mbar. Mbas moshës 1 vjeç deri në moshën 3 vjeç predominon më shumë alergjia respiratore. Pra është ajo që themi bronchitet fishkëllyse apo bronchitet azmatike apo azma parashkollore, e cila ka karakteristikat e saj, ka kriteret e saj për ta ndjekur apo për ta diagnostikuar. Mbas moshës fillon në moshën shkollore, pastaj një pjesë e këtyre fëmijëve, gjysma e tyre, këto problematika të cilët mund të jenë alergjike apo mund mos jenë alergjike, po shfaqen si alergji kalojnë, qoftë ushqimore, qoftë respiratore, pra menjëherë me rritjen e fëmijës dhe zhvillimin e sistemit dhe ndryshimin e sistemit imunitar, këto alergji qetësohen, reduktohen dhe nëse ngelen simptomat në moshën shkollore, atëherë sigurisht kemi vazhdimin e një astme bronkiale apo një alergjie e cila do vazhdojë edhe në moshën e adultit. Tek fëmijët kur diagnostikohet, kur i vendoset një diagnozë? Në bazë të shqetësimeve, në bazë të simptomave që paraqet fëmia, mjeku alergolog do vendosi për diagnozën. Në radhë parë janë provat alergjisë ose testet alergjike që bëhen me anë të gjakut. Mund vendosen edhe në moshë shumë të
që në moshën para moshës 6 muajsh, në moshën 3 muajsh apo 1 muajsh, në çdo moshë, në qoftë se ne shikojmë problematika që janë alergjike, që janë më shumë alergjike se sa problematikat e tjera, atëherë ne vendosim për të bërë një analizë alergjie. Analiza alergjisë që ne japim përmbledh alergenët, pra për të parë nëse kemi alergji ndaj alergenëve kryesor, alergenëve respirator, që janë së pari plurat, pra mikroorganizmat, të cilat qëndrojnë apo ne ekspozohemi që sapo lindim në ambientet ku qëndrojmë, ambientet e mbyllura, mykrat, edhe këto janë ambientet e mbyllura, por dhe në ambientet e jashtme, polenet, siç i përmendëm, të gjitha klasat e poleneve, qimet e kafshëve, kafshët shtëpiake, qenimacia dhe të tjerë, dhe alergjia ushqimore. Pra, në bazë të problematikës që shfaq një fëmijë, atëherë mjeku alergolog vendos analizën e alergjisë për të bërë. Bëhen dhe testet kutane, po ashtu, janë të indikuara, dhe do ishte shumë mirë që këto analiza dhe gjithë laboratoret që bëjnë analizë alergjie të ishte kërkuar nga mjeku alergolog. Pasi janë shumë panele, shumë alergen që kërkohen, ushqimorët apo ato të ajrit, alergenet inhalator. Dhe në bazë të problematikës, bazë të konsultës që bën mjeku specialist, vendoset cili panel është i përshtatshëm për këtë fëmijë apo për këtë njerëz që ka këtë problematike. Pa duhet një konsultë e detajuar, e gjerë, një anamnezë shumë e detajuar, një konsultë e cila mund të zgjasë, nuk është e shkurtër, nuk është kalimtare, nuk është e shpejtë, por duhet konsultohemi me detaje me prindin, qoftë është fëmijë apo me vetë individin, dhe pastaj vendoset për analizë alergjisë. Çfarë analizë duhet? Po, në lidhje me ushqimet ju përmendet vezën. A ka ushqime të tjera të cilët njihen si janë 8 ushqimet madhore që japin alergji, është qumshti, siç tham, qumshti lopës, që shfaqet që në moshë vogël edhe është rishtuar i pari, veza, frutat e thata, kikeriku, arrat, janë mielrat, soja, dhe peshku dhe frutat e detit. Këto janë 8 ushqimet kryesore që njerëzit shfaqin alergjia, po kanë problematika ndaj tyre në krahasim me ushqimet e tjera. Okej. Po alergjia është një sëmundje, nëse mund ta quajmë, që shërohet ose problematikë shëndetësore që shërohet, apo gjithkohon duhet të jemi të vëmendshëm për ta ndjekur? Po, ka alergji që dëshirohen, kur ne gjejmë një shkaktar të caktuar dhe eliminojmë atë, dhe jeta bëhet shumë mirë edhe pa këtë ushqim apo pa këtë. Pra nuk privimi i tij nuk kushtozon asnjë gjë në shëndetin e personit që e ka. Po shumicën e rasteve alergjitë janë problematika kronike. Ka alergji që shkojnë disa vite, sidomos tek fëmijët, shkojnë disa vite dhe pastaj kalojnë me ndryshimin e organizmit. Ka alergji të cilët duhen patjetër monitorim, patjetër ndjekje të vazhdueshme. Pra mund të them një fjalë përgjithshme që alergjitë përmirësohen. Alergjitë duhet të jenë me kujdesin që do ketë mjeku dhe me kërkesën vetë që do ketë vetë individi që ka alergji dhe me kujdesin që duhet bërë për vete, alergjitë të paktën do të përmirësohen aq shumë sa që mos të duken si smundje, dhe s'duhet të jenë smundje, dhe nuk do të ndikojnë në aktivitetin tonë të përditshëm, qoftë në shkollë, qoftë në punë, pra as pak mos ketë ndikim në aktivitetin që bën gjithë secili. Çdo njeri, edhe nëse është dhe merret me punë siç janë sportistët, me pushtrim fizik të fortë, nuk duhet as pak të ndikohen nga astma bronkiale. Dhe ne dimë që ka shumë sportistë që janë të famshëm dhe vuajnë nga astma bronkiale, dhe kjo nuk përbën as pak pengesë për të arritur atë që duan ato. Po si mund ta reduktojmë? Reduktojmë një diagnozë e hershme. Diagnoza sa më hershme kur kemi shqetësimet e alergjisë. Pa nuk duhet vonuar alergjia. Ne kemi problematikë madhe sepse kur i themi prindrit ose individit që fëmia ka azëm, pastaj pjesa më e madhe e sëmundjeve alergjike të frymarrjes shfaqin azëm, për herë të parë ose vjen si pas rrufës, disa vite, 2 vite mesatarisht nga shfaqjes e shqetësimeve të rrufës, shfaqet azma. Njerëzit bëhen shumë merak, ndihen shumë keq, nuk e duan ta pranojnë, nuk duan të marrin mjekimin, dhe edhe mjekun në një vështirësi shumë të madhe për të realizuar detyrën e tij, edhe njeriu i cili ka këtë problematik vendos shkakton humbjen e diagnozës ose vonesën e diagnozën ose mos mjekimin korrekt, pra mjekimin jo në shkallën e duhur apo ndërprerjen e mjekimit. Përveç astmës, ka problematika tjera shëndetësore që mund të shkaktojë mos trajtimi i alergjive?
Ka dhe sigurisht ka alergji të cilat japin dhe reakcione të forta kërcënuese për jetën, siç është reaksioni anafilaktik apo anafilaksia, që mund të vijë së pari nga medikamentet apo së pari nga pickimet e insekteve, siç janë bletat e gërza, dhe këto mund të kenë aq kërcënuese sa që mund të bëhen aksidente, mund të marrin dhe jetën, apo alergji apo nga shumë shkaktarë të tjera apo nga medikamentet, të cilat janë shumë problematike në qoftë se nuk diagnostikohen dhe nuk informohet vetë personi se çfarë është anafilaksia, për shoku anafilaktik, çfarë rrezikshmërie mund na japi për jetën dhe çfarë duhet të bëjmë ne për ta parandaluar këtë gjë. As që mos të kemi mjekimin e duhur kudo që të jemi, ta aplikojmë atë dim për ta aplikuar, dim kohën kur duhet ta aplikojmë dhe nuk kemi pse të kemi ankth apo të friksohemi në qoftë se ne jemi të pajisur me këto njohuri dhe me këto dhe jemi të pajisur dhe me mjekimin gjithkohën ta kemi me vete, pra kjo është problematika më e madhe. Pra astma bronkiale dhe reaksionet alergjike që mund vinë nga shumë substanca që japin anafilaksia apo shok anafilaktik që kërcënon jetën. Keni patur raste të tilla? Duke qenë se ju çdo ditë kam pasur raste që vinë me reaksione zëm nga sidomos kohën e pranverës nga bletët apo në vjeshtës nga gërërzat, që janë problematike, sigurisht nuk kanë qenë paraqitja e parë e tyre në urgjencë. Thjesht ato kanë ardhur pasi kanë pësuar këtë lloj eksperience, edhe duke e treguar sigurisht që është pak e ndjeshme dhe kam pasur një rast të një fëmie alergji ushqimore nga veza apo nga mishi i pulës në një restorant fast food shumë afër poliklinikës, i cili më ka ardhur me një gjendje duke pasur vështirësi frymarrje, me pengesë të frymarrje, me të folur me rrokje, i folur shumë i ndërprer, me fjalë të ndërprera dhe fjalia e ndërprer, po fjalët ishin të rrokzuara. Një fëmijë 7 apo 8 vjeç, i cili e dinte tashmë që kishte alergji dhe nga minuta në minutë shenjat shtoheshin. Përveç se kishte të folur që tregonte se çfarë kishte dhe çfarë kishte ndodhur, çfarë kishte qenë duke ngrënë, që ishte me një ditëlindje me shokët, fillonte edhe të kishte të kruara në fytyrë, skuqje në fytyrë, element urtikarial edhe vështirësi në frymarrje. Në gjitha këto raste që janë shenja të një anafilaksie apo shoku anafilaktik, që kap sistemin e frymarrjes, pra me bllokime, marrje fryme dhe sistemin e zemrës, sistemin e qarkullimit të gjakut, me ulje tensionin, qoftë një individ në moshë të vogël apo moshë madhore, sigurisht është më e rrezikshme. Në të gjitha këto raste, mjekët alergolog apo dhe çdo mjek tjetër duhet të jetë i përgatitur që të përdori adrenalinën. Pra, adrenalina është i vetmi medikament që përdoret në këto raste, e cila na jep na largon nga rreziku për humbjen e jetës. Pra, ne nuk kemi frikë më se na kërcënohet jeta, nëse kemi adrenalinën afër dhe nëse aplikojmë adrenalinën sa më shpejt që të mundur. Dhe nuk kemi pse hezitojmë apo të kemi ankth në këtë rast, edhe të gjithë personat të cilat kontaktojnë me mjekun me këtë problematik, sidomos me mjekun alergolog, po edhe me gjithë mjekët e tjerë, duhet të jenë përgatitur që adrenalinën ta kenë me vete. Tek cila grup moshësh më i rrezikshëm ky reaksion alergjik? Reaksioni kërcënues për jetën është më shumë tek mosha adulte. Kërcënues për jetën dhe më i rrezikshëm dhe më i prekshëm tek fëmijët jo. Ndodhin tek fëmijët, sidomos në vendet perëndimore, ka raste të tilla, alergjia ushqimore, alergjia nga insektet që jep raste të tilla, sidomos ajo ushqimore, por në vendin tonë jo. Janë më shumë problematik moshat e rritura, që shfaqin kanë alergji qoftë nga helmet e insekteve, pra bleta dhe gërsa, hymenopterët që quhen në gjuhën tonë, apo nga medikamente të ndryshme. Apo dhe alergji profesionale, ka shumë lëndë profesionale, kimikate që mund t'japin rrezikshmëri për jetën. Pra mosha adulte nuk është shumë problematike mosha e fëmijëve. Në vendin tonë, sidomos e flasim më shumë për alergjit nga pickimet, nga këto bleta dhe gërza, tek fëmijët reaksionet më shumë janë lokale, nuk janë reaksione sistemike. Një reakcion sistemik quhem një reakcion ku kemi marrje fryme, ku kemi element urtikarial, pra skuqja, qoftë dhe skuqje ritem, uniforme apo element urtikarial me ejtje dhe me skuqje që shoqërohen me kruarje, me djegje dhe kruarje. Kemi marrje fryme, pra vështirësinë frymarrje, pengesë në gryk apo vështirësi të fortë, krizë të astmës bronkiale, ejtje të buzëve apo të syve, ejtje angioedem, apo dhe lëvizje të ulje të tensionit arterial.
Këto janë shenja sistemike të një reaksioni anafilaktik dhe më shumë prekin nga pickimet apo nga ushqimet, pickimet apo nga medikamentet, prekin më shumë moshën adulte pra për të rrezikuar jetën. Kurse këtë fëmijët hasim reaksione lokale. Pra në qoftë se kemi një pickim nga gërsa apo bleta, kemi një etje eritem dhe etje të zonës së pickuar dhe pak më shumë, po pak kaluar artikulacionin, në qoftë se jemi pickuar në anësi. Pa kaluar në gjymtyrë të poshtme apo gjymtyrë të sipërme, pa kaluar nivelin e artikulacionit që vjen më pas. Okay. Kjo quhet lokale, nuk quhet sistemike, kështu që më shumë e hasim në moshat e larta. A kanë një ndihmë të parë që ne mund t'i japim vetes në rast se pësojmë këtë reaksion alergjik përpara se të shkojmë tek mjeku ose para se të na vijë ndihma urgjencës? Kjo në rast të parë, kjo nuk ndodh në raste të rralla, ndodh me pickimin e parë nga insekti. Ndodh pasi kemi kaluar një herë një pickim. Pickimi i parë mund mos sa ketë datë asnjë gjë. Varet sa i fortë është reaksioni. Nëse reaksioni është shumë i fortë, i shpejtë, i menjëhershëm flagrant, mund ndodhin dhe gjëra që nuk mund t'i kthejmë dot, po reaksioni nuk është gjithmonë i fortë. Mund të ndodhi 30 minuta, 20 minuta, 10 minuta, 1 orë, brenda 2 orëve të para nga marrja apo kontakti me alergenin, me shkaktarin, pra, e zëm nga pickimi. Dhe simptomat vijnë duke u rritur në intensitet dhe duke u shtuar. Kështu që këtu do ishte në radhë parë personi nëse nuk e di, menjëherë do ishte lajmërimi i një urgjencës, pra telefona, ose lajmërimi i një mjeku, menjëherë ose për të shkuar tek qendra shëndetësore më afërt, apo tek farmacia më afërt, kush është më afër. Dhe aty për të marrë një medikament, nëse është fjala për adrenalinën, ëh, nëse personi edhe e din veten që është alergjik. Kurse vështirësia qëndron tek personat që nuk e din, që janë larg qendrave shëndetësore dhe alergjia mund të shfaqet në një formë shumë të shpejtë dhe shumë të fortë. Ka një mënyrë si mund ta menaxhojnë këta persona? Thjesht për të marrë informacion dhe për të ditur, jo të gjithë personat që pickohen nga bletet apo nga gërzët, sikurse gjithë ne që marrim medikamente dhe s'kemi reaksione alergjike, jo të gjithë duhet të kenë frikë. Absolutisht jo. Jo të gjithë mund bëjnë kanë probabilitetin apo rrezikshmërinë për të bërë një reaksion alergjik. Janë personat predispozuar, siç e përmenda në fillim. Pra janë persona të cilët kanë rrezikshmëri të lartë. Këto persona janë persona që në familje kanë pasur probleme alergjike, në njerëz të afërm kanë pasur probleme alergjike ose dhe vetë kanë pasur problematika alergjike. Kujdes të veçantë në këtë pjesë duhet i kushtojnë personat që kanë alergji respiratore, për shembull ato që kanë astmë bronkiale. Do të jenë shumë herë më të kujdesshëm, do të jenë shumë herë më të informuar për një reaksion të tillë në krahasim edhe me personat e tjerë, pasi duke pasur dhe astmën ose duke pasur problematikën e një alergjie, mund të shtohen më shumë simptomat, mund të jenë akoma më të rënduara. Por ne nuk mund të rekomandojmë, njerëzit duhet marrin informacione, por nuk është se ne mund të rekomandojmë pasjen e një adrenaline për gjithë njerëzit që duhet pickohen, por duhet dimë që një alergji të tillë përgatitur, të informuar se çfarë pasojësh mund të sjell kjo. Mund të jenë informuar, mund të takohen, mund të marrin edhe një takim me çdo njeri që mund të jetë pickuar në një gërs apo blet, mund të bëjë një takim me alergologun e afërt të lagjes që ka për të përcaktuar gjendjen e vet të organizmit, është alergjik apo jo, ndaj kësaj ka rrezik një pickim tjetër apo jo, dhe mjeku alergolog e vendos me saktësi atë parashikimin e të ardhmes. Rreth një reaksioneve të tilla, me peshë kaq të madhe. Ju përmendet pak edhe ilaçet që janë shkakton alergjia. Ka disa ilaçe që janë më të zakonshme që shkaktojnë alergji apo në varësi të varet edhe nga lloji i alergjisë, ka ilaçe që siç antibiotikët, siç ka qenë penicilina më përpara, që ka qenë shkaktar për reaksione të forta anafilaktike, edhe njihen. Ka dhe antibiotikë të tjerë që japin reaksione, por jo aq të forta sikurse penicilina. Ka medikamente si që janë antiinflamatorët jo steroid, medikamente që ne i marrim për ditë siç është brufeni, voltareni apo oki, çdo medikament që marrim për dhimbjen, për temperaturën që mund ta japi alergji. Rrallë, do të thënë nuk mund të themi që është shumë e rëndomt ose shumë e shpeshtë një reaksion alergjik që mund të shfaqet edhe me problematikat madhore, po çdo lloj medikamenti mund të japi një alergji. Kjo varet nga personi. Okay. Një pyetje tjetër që unë dua t'ju bëj është, a ka ndodhur që dikujt i shfaqet alergjia në moshë të rritur? Po, alergjia shfaqet bërë kronike. Alergjia shfaqet në çdo lloj moshe.
Ne e hasim më shumë në varësi të shkaktarëve, ne e hasim alergjitë nga polenet nga mosha 15 vjeç, 20 vjeç deri në moshën 50 vjeç. Është përqendrimi më i madh, rastet më të mëdha në këtë moshë, në grup mosha. Ne hasim alergji nga medikamentet në moshat e vjetra, për moshat e avancuara, si pasojë i mjekimit me shumë medikamente dhe shumë letësira që vendosen në këto situata, ku përdorin politerapi, pra shumë medikamente. Ne hasim alergji ose azmë bronkiale dhe në moshën mbi 70 vjeç ose 80 vjeç, ndoshta edhe alergjike për herë të parë. Pra alergjia shfaqet në çdo moshë, nuk është se ka një mund të jetë e fortë, mund të jetë e lehtë, mund të jetë problematike, mund të jetë e mpret, gjithsesi nuk përjashtohet asnjë nivel moshe nga një alergji e caktuar. Por përqendrimi më i madh është në moshën adulte. Ju gjatë punës tuaj keni vënë re se cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që bëjnë personat alergjik zakonisht? Po, personat të cilët ne mjekojmë për ditë dhe i hasim për ditë, gabime mund të thoja, ose më shumë mungesë vëmendje ose më shumë mënyra se si ne i mendojmë gjërat ose mendimet, mentalitetet që mund të kemi. Së pari më vënojmë diagnozën, kjo mund të vënohet në mënyrë të pavetdijshme, po edhe të vetdijshme, sidomos ke nënat për fëmijët e vegjël. Pra mund ta vizitojnë fëmin edhe mjeku alergolog mund të dyshojë që ky fëmijë mund të ketë paraqitje të shqetësimeve të azmës apo mund të bëjë azmë më vonë, sapo dëgjojnë këtë emër ato shmangin vizitat e mëtejshme, mjekimet e mëtejshme nga mjeku alergolog, sepse në fillimet e saj azma bronkiale bën dhe një përmirësim spontan. Përmirësim spontan do të thotë pa medikamente, pa ndërhyrje mjekësore, pasi vetë krizat e azmës fillimisht përmirësohen dhe vetvetiu, pa përdor Ventolinë dhe medikamente tjera, ose përmirësohen edhe duke përdor medikamente si antibiotik, kur janë të shoqëruar me infeksione virale. Edhe vetë organizmi merr masat dhe i përmirëson, edhe ato thonë që unë fëmia ime kaloi kur përdori antibiotik dhe këto mjekime, kështu që s'ka pse të vazhdoj ose të vazhdoj trajtimin tek mjeku alergolog dhe s'kam pse ta mjekoj për azmën bronkiale. Pra kjo është një mos trajtim apo mos ndjekje në mënyrë të nga frika për diagnozën. Ka raste kur mjekimi ndërpritet, pasi shqetësimet zhduken. Pra siç thash, shqetësimet janë shumë të ndjeshme, si shqetësimet alergjike janë merësisht të ndjeshme ndaj mjekimit specifik, edhe menjëherë përmirësohen shumë shpejt, por ama ato do vazhdojnë prapë nëse mjekimi ndërpritet. Menjëherë me marrjen e këtij efekti shumë pozitiv, prindit ndërpresin mjekimin, nuk e vazhdojnë dhe menjëherë pas 5 ditës apo 10 ditës rivendoset e njëjta gjë. Pasi mjekimi që japim ne, sidomos në azmën bronkiale, nuk është mjekim vetëm për të hequr shqetësimet menjëherë, por është mjekim për të mjekuar sëmundjen, për profilaktik. Pra që ti mjekimi të vazhdojë aq gjatë sa mjeku gjykon, sa mjeku edhe ky gjykim nuk do bëhet vetëm nga ana teorike që mjeku ka, por do bëhet edhe nga ana praktike duke monitoruar dhe duke ndjekur vazhdimisht fëmijën. Dhe ky mjekim do vazhdojë edhe kur fëmia ose i rrituri nuk ka simptoma. Pra është kura profilaktike. Pasi simptomat që ne shikojmë, që ndjejmë tek fëmijët apo te vetja jonë, kur kemi alergji apo azëm, që ne i ndjejmë dhe i shprehim siç është shkolla, marrja frymës, frymëmarrja fishkëlluese, pamundësia për të mbushur mirë me ajër, janë vetëm maja e icebergut. Atëherë kur problematika që është brenda inflamacioni apo pezëmatimi që zhvillohet në rrugët bronkiale, është ajo pjesa e poshtë asaj që duket, është pjesa më e madhe, është pikërisht vazhdimi i mjekimit është për të ulur inflamacionin. Për të ulur këtë problematikën më të madhe që nuk shikohet me sy, por që është aty. Është sikur të mbulojmë një zjarr, ta mbulojmë me hi, dhe ai mos të duket, dhe i njëjta gjë ndodh edhe kur ne ndërpresim mjekimin, kur hikin shqetësimet. Përmirësohet kolla, sepse kolla është simptoma më shpesh të azmave tek fëmijët apo tek të rriturit në vendin tonë, krahasim me marrjen e frymës. Dhe përmirësohet kolla dhe ndërpritet mjekimi. Ndërkohë aty inflamacioni nuk është përmirësuar, sëmundja nuk është kuruar dhe vazhdon mas disa ditëve, mas disa javëve, mjafton një faktor i lehtë, një ndryshim i temperaturës së ajrit apo një kontakt me ndotësit e ndryshëm të ajrit, apo një sforcim fizik, pra ka shumë faktorë që shpërthejnë përsëri të njëjtën gjë dhe fillojnë shfaqen përsëri krizat e kollës apo të marrjes frymës dhe fëmia fillon të ketë përsëri shqetësime. Pra ndërprerja e mjekimit sapo shqetësimet kalojnë,
monitorimi apo ndjekja tek mjeku specialist dhe shumë faktorë të tjerë. Ky është gabimi kryesor që unë shikoj në praktikën e përditshme, sidomos tek fëmijët, dhe mos ndjekja tek mjeku alergolog. Pra nuk kemi më shumë njerëzit priren për të bërë një grafi, për të bërë një grafi, një skopi, ose dhe skaner, po grafin dhe skopin, se sa për të bërë një konsult dhe një ndjekje dhe monitorim tek mjeku alergolog. Doktoresha, ne kemi dhe një rubrik mit apo fakt, ku ju mund përgjigjeni shkurt ose mund edhe ta zgjeroni përgjigjen tuaj. Alergjitë ushqimore dhe intoleranca ushqimore janë e njëjta gjë? Jo, absolutisht. Alergjia është një smundje, intoleranca është një mangësi që mund të ketë një individ i caktuar, i cili me eliminimin e një ushqimi të caktuar mund të ndihet shumë mirë dhe është shumë mirë, ose me uljen e sasisë së këtij ushqimi, ose me marrjen në një formë të ndryshme, jo në formë mund ta marrin në formë gatuar, në mënyrë të ndryshme, dhe ky shqetësim eliminohet, kurse alergjia është komplet gjë tjetër. Poleni i luleve është shkaku kryesor i alergjive. Për alergjitë të frymarrjes që janë pranverë, edhe shqetësimet shfaqen jashtë shtëpisë, nuk shfaqen brenda. Nuk është poleni kryesori, më shumë janë plurat, mikroorganizmat, pra substanca që vijnë nga plurat e shtëpisë, që janë mikroorganizma komplet natyrale që jetojnë me ne, sidomos në dhomën e gjumit apo të ndenjës. Më pas janë mykrat dhe epitelet e kafshëve, më pas vinë polenet. Alergjitë janë një problematikë e padëmshme. Një pjesë të vogël, shumë të vogël të raste mund të jetë problematike padëmshme, nëse nuk i kërojmë dhe nuk mjekohen, nuk monitorohen, sigurisht që bëhen kronike dhe bëhen të dëmshme dhe të rrezikshme. Edhe fundit, teshtima e shpesht, a është një shenjë alergjisë? Po. Faleminderit doktoresha. Nëse keni një këshill për gjithë ata që na ndjekin, se si kujdesen? Do doja që të diagnostikohen sa më shpejt, fillojnë mjekimin siç mjeku ju thotë, të kenë më shumë pyetje për mjekun, mos të dalin pa u qartësuar komplet për problematikat që kanë, dhe të vlerësojnë më shumë mjekun kur ai harxhon kohë me to, sidomos për alergologjinë dhe për alergologët, po them, kur harxojnë shumë kohë në lidhje me marrjen e raportimin e problematikave dhe të shqetësimeve, sesa të mbi vlerësojnë një ekzaminim radioskopik apo skopik të mushkrive, pasi problemet tona të astmës dhe të alergjisë nuk kanë nevojë për këto tilla analiza nuk janë të parat këto, mund të jenë të fundit, dhe të monitorojnë veten vazhdimisht. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës.